fuck? Hey njerëz, mirë se erdhët sërish në WTF Daily Show. Çfarë ka ndodhur këtë javë në showbizin shqiptar? Me sa duket paqja mes Ilnisa Agollit dhe Meriton Mjekqiçit është ende larg. Në një intervistë dhënë së fundmi për WTF Show, Meritoni i pyetur nga moderatorët se cili ishte mendimi i tij lidhur me deklaratën që Ilnisa ka dhënë përpara disa muajsh ku ajo u shpreh se ka pasur një lidhje publike me një djalë me IQ më të ulët se sa ajo, ai zgjodhi të përgjigjej kështu. Ilnisa, kemi pas të ftuar në emision. E showbizit, ja, nuk jam duke i social media, vjen keq. Dukshëm në këtë intervistë ai ka zgjedhur që të shmang mbi emrin e Ilnisës, duke cilësuar atë si Ilnisën e showbizit, kuin kjo e cila nuk ka lënë pa reagim nga Ilnisa Agolli. Ilnisa Agolli ka bërë një postim në Instagramin e saj, ku ka vendosur mbi shkrimin: My attitude is bigger than your ego. Ose përkthyer në shqip ndryshe, qëndrimi im është më i madh se egoja jote. Një mesazh i qartë për Meriton Mjekqiçin dhe një kundërpërgjigje rreth asaj që ai tha në intervistën për WTF Show. Nga ana tjetër, një këngë e këngëtares Genta Ismaili është bërë virale në rrjetet social TikTok, por jo për një arsye të mirë. Komentuesit ndërkombëtar kanë cilësuar pjesë të tekstit si të papërshtatshme dhe me tone raciste. Por cila është kjo pjesë e tekstit që është cilësuar si e tillë? Genta thot: bëje si vajzat me lëkurë të zezë, tani bëje si vajzat me lëkurë të bardhë, bëje si latine, bëje si shqiptare. Megjithatë, vëmendjen e publikut e ka tërhequr një tjetër video ku thot se: sa do të doja të isha në studio me Genta Ismailin kur u shkrua kjo këngë, vetëm për të kuptuar rrjedhën e mendimit të kësaj kënge. Dhe në fakt ka qenë pikërisht kjo video që është bërë ripost nga reperja Tajna. Por cila ka qenë arsyeja që kjo video është bërë ripost? Mos është kjo një kunjë indirekte ndaj Genta Ismailit, apo është shprehje një mbështetjeje publike për këngën e Genta Ismailit, pa u fokusuar në përmbajtjen problematike të tekstit? Komentoni këtu poshtë për të ditur dhe ne mendimin tuaj. Nga ana tjetër, Gerd Vaso ka dhënë një intervistë ku është shprehur për herë të parë për marrëdhënien që ka me ish bashkëshorten e tij, Enada Hoxha, dhe arsyet e divorcit të tyre. Ai është shprehur se: nëse Enada humbi Gertin, unë humba personalitetin dhe dinjitetit. Sot ndihem mirë shpirtërisht dhe nuk i jam pishman asnjë gjëje në jetë. Nga ana tjetër, Enada Hoxha ka thënë në intervistat e saj të mëparshme që arsyeja e divorcit ka qenë pikërisht tradhtia. Ndërkohë Gerd Vaso në këtë intervistë është përpjekur që të justifikojë veten e tij, duke thënë që Enada ka pasur gjithmonë prioritet profesionin e saj. Ai ka thënë se Enada ka qenë gjithmonë shumë strikte, si në profesion, ashtu edhe në familje. Ai gjithashtu tha se ka qenë Enada ajo e cila merrte vendimet në familjen e tyre dhe Gerti ishte personi i cili bënte pakt me vendimet që merrte Enada. Me sa duket ky një justifikim nga ana e Gerd Vasos, por ndërkohë këto ishin lajmet dhe për këtë javë nga WTF Daily Show. Ne bashkë do të shihemi sërish episodin tjetër. Pafshim! Andale!